Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Pordenone të Italisë, ku një shqiptar humbi jetën. Vladimir Topiani u qellua me armëzjarri nga një shqiptar tjetër. Supozohej të ishte një fundjavë normale, por gjithçka u kthye në tragjedi për familjen e 43 vjeçarit. Sipas asaj që shkruhet në media, ngjarja ndodhi pranë një lokali ku njerëzit ishin mbledhur për të shikuar ndeshjen e Serie A Roma-Juventus. 43 vjeçari Topiani ka qenë duke folur me një të afërm në vendin e parkimit para lokalit të një tjetër biznesi. Biseda e tyre u ndërprej nga një Audi i bardhë që erdhi me shpejtësi. Nga aty dolën dy persona të tjerë, gjithashtu shqiptar. Mes të katërtëve më pas ka nisur një debat i ashpër dhe ka shkuar deri në ngritje zëri. Kjo ka tërhequr vëmendjen e disa klientëve, të cilët tentuan të rikthejnë qetësinë, por pa sukses. Më pas, shqiptarët kanë lëvizur në një hapësirë mes dy bizneseve, ku debati verbal u shndërrua në vrasje. Njëri nga personat nxori armën dhe qelloi të paktën 3 herë. Një nga plumbat e kapën Topianin në kokë, duke i marrë jetën me një herë. Policia njoftoi se pranë vendit të ngjarjes ka qenë rastësi kunati i tij, i cili fillimisht nuk ka kuptuar se çfarë po ndodhte. Pak pas tij, ka mbërritur edhe djali i viktimës 43 vjeçari, sipas mediave, e frekuentonte shpesh zonën, pasi kishte disa të afërm që jetonin aty. Hetuesit tashmë po kërkojnë prova që të ndihmojnë në investigim. Më shumë mundësi, viktima e njihte vrasësin e tij, pasi ky i fundit ju drejtua menjëherë sapo zbriti nga makina. Sa i përket autorit, ai është arrestuar nga policia dhe bëhet fjalë për 30 vjeçar, por shqiptar. Ai fillimisht u arratis nga vendi i krimit, por u kap pas disa orësh, teksa ishte nisur në drejtim të një qyteti tjetër.